Mund tjetë edhe ajo, po ne kemi ofru në fakt 3 emra konkret, 2 deputete dhe ish kryetar në Kuvenit, me bindje me zhblloku Kuvenin. Jemi të gatshëm ju dho votën, edhe mendoj që kemi bërë diçka shumë ma shumë se sa dhe vetë zoti Kurti në kalumen e ka ofru për kryetarin e Kuvenit. Pra, është më e rëndësishme për zotin Kurti Albulena në këtë rast konstituimi i Kuvenit. A kemi qeveri si pas jush aktive si shpo konsiderat? Unë këmë thonë publikisht e përsëris mendoj që i kem qeveri kundërliqëm. Me dhe një njeri që i mon 2 pozita, edhe vjen deputet, edhe ushtron kryeministin, rolin e kryeministit, është kundërliqëm. Gabim është që ndodhë, po që t'i bojnë. Ne kemi ofru propozimin para se më nominu zonja Gjeu. Dhe me thonë, kush e mon men seancën e parë, datës 15, ne kemi thonë që jemi të gatshëm i votu këto 2 kandidate. Me kalimin e kohës, dhe me thonë, kjo është bloku tash në pozicionin e zonjës Gjeu. Po nuk personalisht unë e vlerësoj, edhe si njeri, edhe si familje, po ne kemi bo një ofertë dhe i qëndrojmë asaj ofertë hapun, dhe me thotë gatshëm e votu sot nëse ndrojnë emrin e kandidatit. Faleminderit shumë, ju votit më.